Njëri pas tjetrit, Enesaj dhe Hajrullah Bërcani u sollën në gjykatën themelore të Prizrenit. Të dy përmbahen në paraburgim për vrasjen e Auron Thaqit në Prizren, tash e një vit. Në seancën e së mërkurës, ekspertja mjekësisë ligjore Bergita Curi shpalosi raportin e autopsisë të ndjerit. Sipas saj, 26 vjeçari nuk kishte goditur vetëm në një pjesë të trupit, megjithse vdiq nga vetëm njëra plagë. Plaga vdekjepryese ka qenë plaga në regionin e përparëm të kërdhokullës së djathtë, kofshës ose kërdhokullës së djathtë. Është evidentuar edhe një plagë shkuese në pjesën e sipërme të shpatullës së majtë. Se djali i saj ishte goditur disa herë në pjesë të ndryshme të trupit, nuk e dinte deri tash as e ëma. Unë nuk e kum ditë sot e ku marrë vesh. Se u kon edhe në shtëpinë për të djalin. Se u kon këtu një lojë e kam fshehtë. Megjithatë, plagën vdekjeprurëse, viktima dyshohet se e mori nga një mjet imprehtë që sipas ekspertës mund të jetë kaçavid. E para që mundet me mranë mend prej mjeteve është ndonjë mjet i tipit të kaçavidës ose shrafcigerit që i themi ne. Po ashtu, ekspertja shtoi se vdekja e 26 vjeçarit nuk ndodhi për shkak të neglizhencës së stafit mjekësor. Nga ekzaminimi i organeve të brendshme nuk është gjetë asnjë shkaktar tjetër përveç gjakderdhjes. Enesaj akuzohet për veprën penale, lëndim i rënd trupor që rezultoi me vdekjen e Auron Thaqit në Prizren vitin e kaluar, kurse Hajrullah Bërcani për mosdhënie të ndihmës dhe mos lajmërim të veprave penale apo kryerësve të tyre. Auron Thaqi pas lëndimeve të marra kishte vdekur një ditë pas ngjarjes në qendrën klinike universitare.